ky ishte paralajmërimi i Ramës sot për ndryshime fillimisht në kodin e procedurës penale, por ndoshta edhe në kushtetutë. Bledi, kishe diçka që më the për Po të shikosh njoftimin që bëri gjykata kushtetuese ku ndaheshin të dy grupet 4-4, antarët që ishin kundra kërkesës së qeverisë, faktikisht nuk janë kundra, po janë pro, po ta shikosh me syrin e holl të juristit, ata e pranojnë që kuvendi ka ometuar, pra nuk, kur ka bërë ndryshime në vitin 2012, nuk ka hequr dorë nga mbrojtja kushtetuese, po këtë mbrojtje nuk ka reflektuar pas ndryshimeve që bërin kushtetues edhe te kodi i procedurës penale. Po ta shikosh qasën. Prandaj Rama thot vetëm korrigjim në kodin e procedurës. Po sepse e kanë lënë pikërisht 4 antarët që votuan kundër kryeministrit. Dhe thonë, kjo i takon, thot, ligjvënësit kushtetues. Duke lënë derën e hapur, dhe kjo është një fjali që nuk është një gjyqtari kushtetues, por është një politikani, sepse pse nuk mund të zgjidhet nga ligjvënësi i zakonshëm, pra ndryshime në kodin e procedurës penale, po pse e çon stekën lart të ndryshimit kushtetues. Ndërkohë që ti e pranon në nasyretimin tënd se kemi një ometim, një boshllëk ligjor në kodin e procedurës penale, i cili është aty prej 95-s, por nga ndryshimi i 2012-s u ekspozua pa pritur në vërmëndarinë e prokurorisë posaçme. Nga kjo çështje tani. Meçe? Atëherë, nuk e di, unë vazhdoj të insistoj sepse ju thatë që vendimi i gjykatës kushtetuese la në fuqi pezullimin e Ballukut. E thot në vendim, në nenën e fundit të rrëzimin e padisë kryeministrit. Pezullimet janë me afat gjithmonë 3 muaj. Nga detyrë. Jo, nuk e kam në këtë plan. Si, po pastaj ç'a ndodh? Bie masa. Bie masa e pezullimit. Jo, unë nuk e kam në këtë plan, sepse do vazhdoj të interpretoj, por praktikisht, në gjithë jurisprudencën shqiptare, në gjithë legislacionin shqiptar, nuk ekziston asnjë dispozitë e cila pranon barazimin. Dhe në rastin kur pranohet barazimi, e kthen çështjen në favor ose kundër atij që ankimoi. Nuk ka të tillë. Dhe me të drejtë, ajo që interpretohet tani në barazim është nuk kemi rrëzim, por kemi çështje të pagjykuar. Po. Dhe kjo është kompromisi. Pra, tani çështje e pagjykuar. Kushtetuese për zbatim, që gjykata kushtetuese ka mbajtur qëndrimin e filan vendim, nuk e thua dot. Se thuhet? Se je Gjithatë para është referuar ligjin e gjykatës që kur del kur nuk merr 5 vota është votohet. Do të thotë që nuk kemi kushtetues, por nuk kemi asnjë humbës. Se nuk ka. Nuk është kështu, jo. Nuk është 5 veta, jo. Është quorum. Është shkruar për në. Më fal tani, Ky moment procedural